Big Brother VIP Kosova rikthehet sot me një sezon të ri, më të fortë dhe më të shumë pritur se kur, duke trazuar botën e showbizit dhe duke ndezur emocionet e mira shikuesve që presin çdo vit këtë spektakël unik. Që prej orave të para të ditës, rrjetet sociale janë mbushur me thashetheme, hamendisje, foto të papublikuara dhe listime të mundshme të personazheve që pritet të hynë në shtëpinë më të famshme të trojeve shqiptare. Prodhimi ka paralajmëruar se këtë vit do të ketë ndryshime të mëdha në format, sfida të reja, lojë më strategjike dhe surpriza që do të trondisin edhe vetë konkurentët. Fansat janë të ndarë, disa presin dram, të tjerë romanca, të tjerë strategji të forta dhe aleanca të papritura. Por një gjë është e sigurt, nata e sotme do të jetë një shpërthim emocionesh. Shumë emra të njohur të skenës muzikore, televizive, TikTokut dhe botës së modelingut janë përfolur si pjesë e këtij edicioni, ndërsa produksioni ka ditë që i ka mbajtur të gjithë në tension total duke mos zbuluar asnjë konkurrent zyrtarisht. Ky mister vetëm sa ka rritur pritshmëritë dhe ka ndezur komentet e publikut, që tashmë janë bërë pjesë e pandashme suksesit të Big Brother VIP Kosova. Ajo që dihet me siguri është se shtëpia është rinovuar tërësisht. Ambiente moderne, stil futuristik, dritë, ngjyra, kamera të reja dhe teknologji më e avancuar që do të kapë çdo detaj të lojës. Edhe këtë vit, formati premton të jetë një pasqyrë e personaliteteve, një laborator social ku çdo karakter vihet në provë dhe ku maskat bien që ditët e para. Ndërkaq, fansat e programit kanë pritur me padurim edhe prezantuesit, të cilët janë bërë pjesë ikonike Big Brother VIP Kosova. Shumë prej tyre presin me kuriozitet fjalët e para që do të hapin sezonin, mënyrën se si do të prezantohen konkurentët dhe atmosferën e madhe që do të krijohet live në sken. Portali, Instagrami dhe TikToku janë përmbytur nga leaks, nga video të studios që po përgatitet, nga pamje të publikut që mbërrin para orës së transmetimit dhe nga reagimat e personazheve VIP që pritet të komentojnë gjithë natën. Spektakli i mbrëmjes së sotme është vetëm fillimi. Drama, debatet, lojërat, nominimet dhe misionet e fsheta sapo do të nisin. Sezoni i ri vjen edhe me shumë ndryshime të sistemit të votimit. Këtë vit, publikut i jepet më shumë fuqi, duke pasur mundësi të ndikojë drejt për drejt jo vetëm eliminimet, por edhe sfidat, ndëshkimet dhe avantazhet brenda shtëpisë. Kjo do të thotë se gara nuk do të bëhet vetëm mes banorëve, por edhe mes grupeve të fansave, që çdo sezon krijohen si ushtri virtuale. Për çdo konkurrent, mbrëmja e sotme është fillimi i një rruge të re, e mbushur me rrezik, strategji, lojë psikologjike dhe nevojën për të ruajtur imazhin publik. Të gjitha gabimet, emocionet, zënkat, buzëqeshjet dhe aleancat do të maten dhe do të komentohen nga miliona njerëz në mbar trojet shqiptare. Në fund, Big Brother VIP Kosova që nis sot nuk është thjesht një spektakël televiziv, është një ngjarje kombëtare që bashkon njerëz të moshave të ndryshme, një format që krijon histori, prodhon yje, shpërthen debate dhe ngre në këmbë të gjithë publikun. Çdo sezon ka pasur momente të paharrueshme, por produksioni ka premtuar se ky vit do të thyejë çdo rekord, më shumë adrenalin, më shumë intensitet, më shumë skena virale dhe një fitues që do të shkruajë historinë e edicionit më të fortë deri tani. Me emocion, zhurmë, thashtheme dhe energji të papërshkrueshme, Big Brother VIP Kosova nis sot një kapitull të ri dhe publiku është gati të jetë dëshmitar i çdo sekonde.